Një ngjarje pazakonte zbuluar në Greqi pas qarkullimit të një video, e cila u kthye shumë shpejt në virale në rrjetet sociale. Në pamje shihet një automjet i patrullës që në bagazh transportonte një frigorifer. Sipas mediave greke, bëhet me dije se ka qenë këngëtarja e njohur Despina Vandi, e cila ka telefonuar policinë dhe i ka kërkuar ndihmë që t'i transportojnë deri në shtëpi një frigorifer, pasi ishte shpuar goma e makinës në Athinë. Rasti ka ngjallur debate të forta ndërsa kanë nisur hetimet ndaj efektivëve të patrullës që janë kthyer në furgon për këngëtaren e njohur. Kompania kryesore shtetërore e naftës në Kinë, PetroChina, Sinop dhe Zhenhua Oil, po pezullojnë blerjen e naftës ruse të transportuar me det pasi Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj Rosneft dhe Lukoil, dy kompanitë më të mëdha të naftës në Moskë, than burime për Reuters. Ky veprim vjen ndërsa rafineritë në Indi, blerësi më i madh i naftës ruse të transportuar nga deti, planifikojnë të ulin ndjeshëm importet e naftës bruto nga Moska për të përmbajtur sanksioneve të SBA-s të vendosura për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Kremlini dhe dështimit të saj për t'i dhënë fund luftimeve në rajon. Rënja ndjeshme e kërkesës për naftë nga dy klientët më të mëdhenj të Rusisë do të ushtrojë natyrshëm presion mbi të ardhmen e Moskës nga nafta dhe do t'i detyrojë importuesit kryesor në botë të kërkojnë burime alternative furnizimi duke rritur çmimin global. Kina importon rreth 1.4 milion fuqi naftë ruse në ditë nga deti. Vartexa Analytics vlerësoi se blerja e naftës ruse nga kompanitë shtetërore kineze janë më pak se 250.000 fuqi në ditë për 9 muajt e parë të vitit 2025, ndërsa kompania konsulente Energy Aspects e vlerësoi atë në 500.000 fuqi në ditë. Unipec, dega tregtare Sinopec, ndaloi blerjen e naftës ruse javën e kaluar, than burime, ndërsa Rosneft dhe Lukoil ja shesin Kinës pjesën më të madhe të naftës së tyre përmes ndërmjetësve në vend që të merren drejt për drejt me blerësit, than tregtarët, ndërkohë rafineritë e pavarura pritet të ndalojnë përkohësisht blerjet për të vlerësuar ndikimin e sanksioneve, por do të vazhdojnë të blejnë naftë ruse sipas burimeve të tregut. Vlen të përmendet se Kina importon gjithashtu rreth 900.000 fuqi naftë ruse në ditë përmes tubacionit të saj, të cilat janë të destinuara për PetroChina, e cila sipas disa tregtarëve ka të ngjarë të preket pak nga sanksionet.